A e dini që gjatë luftës në Kosovë, një shqiptar bëri diçka që as NATO nuk e kishte imagjinuar? Jo, nuk ishte komandan. As nuk kishte armatim të sofistikuar. Ishte një djalë i thjesht nga fshati, me vetëm një kalashnikov në dorë dhe zemrën plot zjarr për tokën e tij. Kur një helikopter serb fluturonte ulët mbi zonën ku strehoheshin civilët shqiptar, ai nuk priti urdhra. Nuk bëri llogari. Nuk u trem. Doli përballë rrezikut si një luan dhe qelloi. Një herë, 2 herë, pa ndalur, pa u fshehur. Askush nuk e besonte çfarë po ndodhte. Helikopteri nisi të lëkundej në ajër. U kthye në flak. Ra. U përplas në mal dhe u shkatërrua plotësisht. Serbët menduan se ishte ndonjë raketë NATO-s. Por jo. Ishte një shqiptar. Me duart e veta. Me zemrën e vet, me guximin që rrallë gjendet sot. Ai nuk kërkoi famë. Nuk doli në lajme. Por historia e tij jeton në gojën e njerëzve, si dëshmi se shpirtin e një shqiptari nuk e rrëzon dot asgjë. Kjo është forca jonë. Kjo është trimëria që nuk shkruhet në libra, por që trondit botën.